Drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Me këtë postulat kuvendi ndryshoi kushtetutën në 2016 për të reformuar sistemin e drejtësisë, por nga atëherë deri më sot, situata duket se ka mbetur e njëjtë, të paktën sa i përket zvarritjeve në dyert e gjykatës. Këtë fakt e ka konstatuar sërish Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, ku në 2 vendime thotë se vonesat i kalojnë çdo afat të pranueshëm. Gjykata konsideron se vonesat përkatëse prej 8 vjetësh e 6 muajsh dhe 7 vjetësh në shqyrtimin e çështjeve nga gjykata e lartë kanë qenë të tepruara dhe përbëjnë shkelje të nenit 6 të konventës. Në rastin në fjalë procesi gjyqësor i kompanisë ARB-u zvarrit për më shumë se 10 vjet, me dosje që qëndronin në gjykatën e lartë për periudha nga 7 deri në 8 vjet e gjysmë. Këto vonesa u konsideruan nga gjykata e Strasburgut në kundërshtim të hapur me standardet e konventës europiane për të drejtat e njerëzit. Rasti tjetër i kësaj situate me vonesat në sistemin gjyqësor është ai për Selman Gazidetja. Çështja e tij për përfitimin e pensionit të minatorit mbetet ende e pazgjidhur, pas gati 9 vitesh nga nisja e saj. Megjithëse gjykata kushtetuese shqiptare kishte urdhëruar shqyrtimin e çështjes brenda 6 muajsh dhe Selman Gazidetja kishte fituar një vendim për dëmshpërblim, ky i fundit nuk është ekzekutuar ende. Për këtë arsye, GJED1 konstatoi në rastin e tij edhe shkeljen e nenit 13 të konventës, që garanton të drejtën për një mjet juridik efektiv. Nëse pozicioni doktrinar mbi arsye objektive për të mos konstatuar vonesa në proceset gjyqësore mbetet i pandryshuar, kjo mund të vërë në dyshim efektivitetin e mjeteve juridike kombëtare. Të gjitha palët në një proces civil kanë të drejtën për një gjykim të shpejtë, pa qenë nevoja të provojnë ndonjë dëm shtesë nga vonesat. Për këto 2 raste, shteti shqiptar është dënuar me një vlerë totale prej 12.500 eurosh. Gjykata e Strasburgut i ka bërë gjithashtu thirrje të prerë autoriteteve shqiptare të ndërmarrin masa të menjëhershme për të adresuar këto problematika dhe duke paralajmëruar se justifikimet e shpeshta për vonesat, si mungesa e gjyqtarëve apo ngarkesa e punës, nuk mund të shërbejë si pretekst për të cënuar të drejtat themelore të qytetarëve për një drejtësi të shpejtë dhe efikase.